Ndërkohë që demokratët në çdo qytet janë të qartë se çfarë duhet për Partinë Demokratike, lidershipi i Partisë Demokratike është i paqartë. Para dite kërkon bashkim, mbas dite ofron përjashtime. Para dite mbron drejtësinë, mbas dite sulmon me libër shtëpie spakun. Para dite shajnë oligarkët, mbas dite nuk kanë asnjë fjalë për paqen fiskale dhe për amnistin fiskale që fitojnë vetëm oligarkët dhe ata që ja kanë hedhur shtetit, dhe jo ata që kanë punuar në mënyrë të ndershme dhe kanë paguar taksat në këtë vend. Në mëngjes tonë që avokati i popullit u zgjodh nga Rama, mbas dite nuk thon asnjë fjalë kur avokatja e popullit e propozuar nga Partia Demokratike merr funksion nga Rama. Dhe të nderuar miq, ne nuk mund të ecim me këtë paqartësi strategjike ku gjithë paraditeve Partia Demokratike të thotë që Shtetet e Bashkuara do ta heqin Ramën, pastaj Ramën nuk ka heqkan dot as Shtetet e Bashkuara dhe as drejtësia. Ndërkohë që Ramën po e heqin Shtetet e Bashkuara, drejtësia dhe ne që duhet t'japim dërmën e fundit.